Na përshëndetje. Si je? Më do të bëj 2 pyetje të lutem. A mendoni se skllavëria është larguar totalisht nga ky vend? Kush që larguar me zemra? Nuk është larguar, thua? Jo. Këtu po vjen sa më shumë, po vjen po vjedhin, asgjë tjetër. Është e vërtet. Ne jemi nga një shoqat iraniane, edhe po punojmë për iranianët. Domethënë që t'i reintegrojmë në Shqipëri, ato punojnë, janë shumë të rregullt njërën tjetrën, dhe një pjesë të tyre janë. Ne kemi punë për veten tonë, si do vinë ato? Po ne na që ikim në Europë dhe na strehojnë. Nuk është çik një lloj? Një lloj është, nuk themi ne se është një lloj është, po ne kemi punë për vetes, janë të përklubër njerëzit. E vërtet. Ne na pleqëri të mbar. Gjithë mirat. Rrofsh. Ju uroj shëndet edhe gjithë mirat që punoni. Faleminderit. Mirupafshim. Çifti përshëndetje. Ti ndaloj 2 minuta? No, yes. Okay. Thank you. Do futemi në përlulishte. Çifti përshëndetje, si je? Ke kohë 2 minuta të lutem. 3 minuta. Ua, faleminderit, je shumë i sjellshëm. A mendon që është larguar skllavëria totalisht? Si? Skllavëria, mendoni që është larguar totalisht? Skllavëria. Po shkëptoj fare nga kjo politikë. Skllavëri? Për arsye. Nuk e kemi politike. Po si e politike, po çdo njeri ka hallet e vet. Është e vërtet. Po. Unë kam qenë në 2015, që kam mush moshën në pensione që e kam bën 4 gjyqe. 4 gjyqe që i kam bën. Dino Durs, edhe ditë apelit Tiranës, edhe ka lanë në fuqi vendimet që kam marrë me ordër ekzekutimi nga drejtoria e Durrësit, rrogën me zyrë të përmarimit nga 12 deri në 2016 që ja ka marrë zyre përmarimit 4.800.000 lek, edhe ata një rast që s'kam pasur avokatën, Durrësi më ka rëzohë, kam shkuar me vendim gjyqit, nuk më ka pyet fare, e sigurime vate, masi ka bën llogorin me gjithë avokatën edhe kanë rënë dakord për rrogën, edhe ka ardhur dhe ka rëzohë, masi drejtoresha mori 500.000 lek edhe i pranoi vendimit e gjyqit, edhe i rëzan 2015, nga 2013 i rëzan 2015, edhe len vendimi ku kërkoshin gjob, që gjoba nuk e edhe punën që kam punu e selator me patent, gjatë gjithë periodës, nga 64 që kam fillu punë, edhe nga 73 e deri në 2000 kam pa u largu nga puna, edhe një ditë se 26 vjet e 7 muaj i ka njohë libresa e punës, ku më kanë shuar në burg 10 vjet, edhe nuk gjem përdorat, ku i kanë pas me libres. E vërtet, është fatkeqësi e madhe. Unë nuk di se çfarë bëj, unë kam besim, kam bërë 500 kërkesa, edhe më kthen me vendimin që ka rëzohë gjykata datën 20, kur e ka rëzohë gjykata që s'kisha avokatën mund, më ka ardhur juristja e Durrësit edhe me që s'kisha avokatën, gjyqtari më tha, ç'a kërkon ti? Kërkoj pensionin si mas vendimit gjyqit. Që me takon. Mirë se të rrugulloj unë, se s'kisha avokatën. Dhe i thash edhe letër në avokatës që ka punë të veta, nuk vjen sot. Juristës i tha, qa kërkon ti të rëzohet vendimi? Vendimin e kishin pranuar që morën 500.000 lek të vjetra që i mojë drejtoresha të ashtim shkoj që kam ngell rrugëve që rëzohem nga njerë nga mosha, se po shkoj 78 vjeç. Edhe ishin duke. Që nështu. Shkoj dhe drejtoresha thot, të kam i dhënë pensionin e kategorisë ditë, duke llogaritur punën time që marrën 4 vjet, 2001 deri në 2004, që si kanë pranuar këta vite, se i kam paguar si mas ligjit 2008 në katun të ri, edhe më qojnë banor katun të ri, kur unë jam banori Durrësit, me dokumenta të gjithë, edhe të korrigjuar sigurimet të komunatit metodologjik, që kanë qenë si mas ligjit shtetit, që kanë zëruar shteti, i qojnë katun të ri që ishin ajo 10 vjeqe që të pagu që janë zorë në atë liqë. Kur i kërkova këta pare,
masi nuk I pranutën vitet, a ka marruaj lishta, a djegër, fatkeqësi. po mirë, po ati si ndrotën ta dhe I qotën, e qa mund të lafosi ju? E vërtetë. Unë të uroj shëndet. Gjithmonë kam besim të shteti, edhe kam punu e kërkoj mas ligjit shtetit. Dash do t'i dojnë marrësh. Të uroj shëndet. Mirupafshim. Nuk e di. Të uroj shëndet. Shëndet. Po pyetja është inteligente, do të patë parasysh që skllavërinë e kemi njohur që nga Roma e lashtë, Roma antike, po ashtu dhe në kontinentin afrikan, domethënë që ka qenë prezant. Dhe ditur që në vitet 1600-1700 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte skllavëria prezente, domethënë ku të bardhit udhëhiqin të zinë, domethënë për bujqësi, domethënë në përgjithësi, dhe që atëherë domethënë filloi revolta e tyre pasi nuk e donin këtë shtypje ndaj të zinëve, po ashtu edhe Luther Kingu, kandidati për president I SBA-ve, pikërisht për atë arsye domethënë u eliminua fizikisht pasi siç e dini të bardhët nuk donin që kishte një president zi, po edhe me Obamon pati disa falkime që të mos zgjidhej president, domethënë vetëm nga ngjyra e lëkurës, domethënë, dhe ishte diçka që ka ngel domethënë brez pas brezi skllavëria që është si një handicap për brezat pasardhës ndaj dhe lufta e klasave domethënë fillon nga epoka e lashtë e skllavërimit. Duhet patë parasysh tani që sot kemi një skllavëri moderne, pasi siç e dini femrat në Dubai ushtrojnë këtë skllavëri seksuale. Po, fatkeqësisht. Edhe kjo është domethënë një fenomen I ri që ka rënë në sy kohët e fundit, domethënë që femrat I ushtrohen domethënë partnerit sa domethënë të bëjnë ato që do partneri domethënë gjëra pa imagjinueshme, gjëra të dëmshme domethënë si për vetë femrën, po ashtu edhe për njerëzimin në përgjithësi, pasi siç e dini jemi në shekullin 21 dhe këta forma skllavërie domethënë do të marrin fund një herë për gjithmonë dhe kjo bëhet e ditur domethënë edhe në vendin tonë në Shqipëri domethënë ku shumë si përmarrës përfitojnë nga djesa e popullit domethënë duke mos I deklaruar punonësit, duke I lënë në zezë, duke dhënë një shumë simbolike domethënë 10.000 lekë, 15.000 lekë në ditë domethënë edhe gjithë ditën lodhen e ditës, edhe kjo është një formë skllavërie domethënë. Që është shfrytëzim. Është shfrytëzim, siç e the edhe vetë, po duhet patur parasysh që tani kushtetuta e ligjet në vazhdim e parlamentit domethënë merret që në bazë të denoncimeve, kallëzimeve penale që bëjnë në polici domethënë, gjykata Ti merr parasysh prokuroria dhe ti dënoj këto raste që të mos përsëriten më në të ardhmen, pasi është e dëmshme për të gjithë ne domethënë, pasi sot ne jemi si vëzhgues, po nesër mund të jemi viktime e këtij rasti, kështu që do vazhdojmë që të jemi vigjilent në këtë fushë. Okej, shumë faleminderit, falenderoj. Mirupafshim. Ke kohë 2 minuta të lutem. Po. A mendon që ekziston skllavëria në këtë vend? Iku, mbaroj. Do ikim bashkë? Po, më ikim. Ku do ikim? Ku do ikim? Ku duash ti? Ku duash ja? Ngjitemi lart. Shkojmë ande. Hajde. Hajde, mirupafshim. Si je? A mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Minuta të lutem. A mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Djali, përshëndetje, se po të shoh ka kohë. Do të bëj një pyetje. Mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Pa me se nuk del atje se të zëj unë. Jo se ka problem unë se Se po të shikoja që kisha me atë zotrin. skllavëria çfarë kuptimi. Po në përgjithësi, ne për shembull jemi nga një shoqat që mbështesim iranianët të ardhur në Shqipëri, domethënë janë një organizatë në Durrës, të cilët mbajnë peng atje, shfrytëzohen e gjitha me radhë dhe ne mundohemi që ato t'i reintegrojnë. Përderisa sot është dita e skllavërisë, menduam që të dalim dhe të bëjmë sa intervista të vogla këtu në shesh. Vetë shqiptarët nga natyra janë sklever të lumtur. Është e bukur.
Djali, përshëndetje, si e? A mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Skllavëria ekonomike po, kurse ajo figurative jo. Jo, Po jemi në demokraci në Europë. e vërtet. Faleminderit. Gjagji, si e? Do ndalesh 2 minuta të lutem. Gjagji, përshëndetje, si e? Do të bëj një pyetje 2 minuta. A mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Qysh? Ekziston skllavëria? Këtu skllavëria rrallë. E rrallë? Mund tjetë diku në për zona të thella. Aha. Se aty, do më thënë, gruaja edhe vajzat s'ja u manë me hap gojën cërt. Do të mendoj që ka skllavëri edhe në familje? Po në familje, se këtu nuk s'kan që me të bënë, se nuk ka policia, Po, është shteti. edhe ti më bën do të gjomë. E vërtet. Në familje është marifeti, aty është Aty ndodh më madh, ja. shfrytëzimi, po, E vërtet. Faleminderit. po. Pleqërit mbar. Po, a për të pushtini për këtë punë? Jo, thjesht sot është dita. Po. Dita e skllavërisë. Dhe për këtë arsye ne kemi dalë që të intervistojmë njerëzit në rrugë dhe t'i pyesim, a vërtet ekziston skllavëria në këtë vend? Për shembull, çka ka foni më shumë se unë që rri gjatë kohës në shesh, foni tonë çenë? Po vetëm ekziston tash skllavëria, po edhe vetëm liberalizmi ka marrë Kamarier, ka është marrë vërtet. shumë. Është E vërtet. ka qelë gonqët shumë. Është Allah, vërtet. me të forë një laftitis, unë kam përvojë jeti, thëmë po je këtë, opa, vishe brek shumë se janë ftofësh, ja du të dalë shumë, delë pra. Okej, faleminderit. Pleqërit mbar. Me qa... Jemi një shoqat për nëndim të iranjanëve. Okej. Faleminderit. Ke kohë 2 minuta të lutem? S'ka gjë, nuk do dalësh në televizor se të zë ju. A mendoni, ja, vër kapuç. A mendoni që ekziston skllavëria në këtë vend? Pafund. Vërtet? Thank you. Faleminderit që na ndoqët, do shihemi në Vox Popet të tjera. Bye bye.